Lajmi ditës duhet të ishte vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me kërkesën e Edi Ramës për ndalimin e pezullimit të Belinda Ballukut. Zvënses ti të cilën Spaku e ka kapur duke vjedhur dhe duke abuzuar me paratë të qytetarëve shqiptar. Por në fakt lajmi nuk ishte ky. Lajmi sot ishte shkarkimi i drejtorit të 16 të kadastrës së Vlorës në pak vite. 16 drejtorat të kadastrës ose janë shkarkuar ose kanë dhënë dorëheqje. Sepse padrejtësia më e madhe që është bërë këtij kombi, këtij populli ka të bëjë pikërisht me pronat. Ju keni vjedhur pronat, ju keni mohuar të drejtën e pronës, ju keni nxirr jetën, i keni rrjepur, i keni telendisur, i keni varfëruar, jeni pasuruar duke u vjedhur pronat dhe vazhdoni e bëni. Ky parlament në këto 35 vjet, padrejtësia më e madhe që i ka bërë popullit shqiptar, qytetarëve shqiptar, ka qenë pikërisht e drejta e pronës. Dhe vazhdoni e bëni. Kjo është padrejtësia më e madhe dhe arsyeja pse keni bërë ka qenë pikërisht se në këto 35 vjet nuk ka patur drejtësi. Sepse drejtësia ka qenë, po ka qenë në krahun tuaj, në krahun e të korruptuarve, ka bashkëpunuar me ju, me të korruptuarit në dëm të qytetarëve shqiptar. Tani gjykata kushtetuese ndërkohë ka mbetur shpresa e fundit për ju. Shpresa e fundit për të korruptuarit që t'i shpëtojnë drejtësisë. Shpresa e fundit për ministren Balluku, për mbi të cilën ka një kërkesë për arrest dhe të cilën ju e mbroni këtu. Ka 3 muaj Belinda Balluku që është në hetim, është shpallur, është marrë në hetim, ka një kërkesë pezullimi, ka një kërkesë arresti dhe ju e keni marrë në mbrojtje. Keni marrë në mbrojtje të korruptuarit, të akuzuarit për korrupsion. Dhe keni një plan diabolik në lidhje me gjykatën kushtetuese, se atje keni shpresat. Dhe plani juaj është që të njëjtën gjë që bët me Gjaçkën, ju kujtohet Gjaçka apo jo? Të njëjtën gjë që bët me Gjaçkën, që doli Aptas, që me firmën e Edi Ramës ishte shpallur investitore strategjike, pastaj zbuluam që dhe pronën mbi të cilën ishte shpallur investitore strategjike e kishte vjedhur, po në bashkëpunim me këta drejtorat e kadastrës. Praktikisht çfarë bët mjafti mbrojtje të korruptuarit, mbrojtje të korruptuarit. Po, i referojmë, ta them unë, ja ta shpjegoj unë. Atëherë, ka një vendim gjykate mbi pronën, ta shpjegoj, mos u idh për pije, ta shpjegoj, jo, me qetësi, ta shpjegoj me qetësi. Ka atëherë, Braçe thot që unë nuk që nga e vërtet ajo që po them. Ka një vendim gjykate në lidhje me pronën mbi të cilën do zhvillojë investimi strategjik i Gjaçkës, nëse nuk e di. Praktikisht e hapim edhe këtë çështje, ne këtu jemi, shumë mirë që e ngritë këtë çështje. Tani, çmenduria e këtij vendi është që Gjaçka u shpall investitore strategjike mbi një pronë. Mbi atë pronë u hapën hetimet nga ana e drejtësisë dhe drejtësia, gjykata vendosi që ajo pronë është rrëmbyer. Mbi atë pronë dhe është dënuar ish kryetari i Bashkisë së Imarës, sepse prona mbi të cilën është shpallur investitore strategjike Gjaçka është vjedhur, është rrëmbyer. Kështu që mos ju futeni këtyre gjërave, po nuk kemi këtu për diskutuar për Gjaçkën. Tani, ajo që është e rëndësishme, mos na barku në taulanti, se thash taulant, të lutem tani. Se dhe bën zakonisht taulanti këtë, prandaj nuk është... Ju lutem vazhdoni zoti Sheha, ju lutem, mbajmë pak qetësi. Tani, atëherë, unë e kuptoj shqetësimin tuaj, jam taulanti, më duhen 100.000 euro, unë e kuptoj shqetësimin tënd taulant, jam taulanti, më duhen 100.000 euro.
Jërgove dhëmbët. Kujdes kur hapët se... Tani, e di që jeni këtu për të shpërqendruar nga thelbi, po s'ka problem, do kthehemi te thelbi. Ndërkohë që atëherë plani i Edi Ramës është i njëjti plan që kishte me Xhaçkën, se janë ajdut të korruptuar dhe banal. I njëjti plan. Praktikisht pasi ju drejtuam gjykatës kushtetuese për të shkarkuar Xhaçkën, çfarë bën gjenit e korrupsionit? Tha pritani të bëjmë lojën e Komisionit Venecias. E marrim kërkesë, i drejtojmë Komisionit Venecias, fitojmë pak kohë, sa të mbarojnë afatet dhe pastaj dhe në këtë mënyrë Xhaçka shpëtoi. Të njëjtën gjë duan të bëjnë, ky është plani i Edi Ramës për të shpëtuar drejtësisë. Gjykata kushtetuese ka gjasa që të marri vendim, ose mos të marri vendim, ti drejtohet gjykatës Komisionit Venecias, të fitojmë kohë, të harohet Belinda Balluku, ndërkohë e kanë bindur që t'japi dorëheqje dhe ja që shpëtuan nga sikleti i Belinda Ballukut. Ky është plani djallëzor për t'i shpëtuar drejtësisë, por ka një gjë që ju shpëton, vendimi për fatin tuaj, ju shqiptarët i gënjur, i keni mashtruar sa keni dashur, 35 vjet, i keni rjepur, ju keni marrë shpirtin, por vendimi për fatin tuaj, për fatin e të korruptuarve nuk është marrë këtu, është marrë në Perëndim dhe u ka gjetur belaja, nuk dini çfarë bëni, nuk dini nga t'jam bani, po i shpikni të gjitha, tani po përdorni gjykatën kushtetuese. Është çështje kohe, është koha juaj, koha e të korruptuarve, që kanë vjedhur qytetarët shqiptar taulant, mos ja bëj me kokë kështu, sepse shumë shpejt do të vi fundi dhe ty. Faleminderit. Po, zoti Balla, replik. Me rrogë deputetit tje, pa tjetër. Tani, ky që sa po foli, kam përpara një vendim të një autoriteti të pavarur në Republikën e Shqipërisë, të cilin ky autoritet i pavarur e ka dënuar me vendim të formës prerë, këtu, se i ka vjedhur Partisë Demokratike të dhënat dhe listat e antarëve të kësaj partisë lodhur për fat keq, që zgjedh lloj njeriu e fut brenda, u futi Luli, për këtë Saliu nuk ka, Sali atje në Këshillin e Evropës dëgjoje këtë, nuk ke faj për këtë, është prurje Lulit ky, është ky nga ata që unë këtu e kam vendimin, të ftoj, jo tani se tani s'ke mundësi ta marrësh, kur të vish herës tjetër, të çohesh e thuash, ka një vendim ku ti je dënuar dhe partia jote është dënuar për vjedhje të dhënash personale? Pranove. Dhe nuk po hyk e vendimi lapajt, sepse ai është vendim që ti do ta kundërshtosh në gjykat, kur të marri vendim në formës prerë, tezja e lapajt të marri fjalën dhe të flasi për këtë çështje. U po flas për këtë. I ke vjedhur Partisë Demokratike listën e antarëve. Imagjino çfarë jeti. Këta të marrin të fusin qyl, deputet dhe ti u vjedh të dhënat dhe u çon email pa leje antarëve të Partisë Demokratike. Turp të vi. Kalojmë në pikën e 4 të rendit ditës, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë Replikës së Italisë për bashkëpunimin strategjik në kujdesin shëndetësor, energjinë, mjedisin, industrinë e sigurisë mbrojtjes, menaxhimin e migracionit, arsimin, inovacionin, diasporën, transformimin ekonomik dhe rritjen inteligjente. Referuar në 173.2 rregullores, nëse ka pyetje nga kolegët për Ministren e Ekonomisë dhe të Inovacionit, nëse jo, atëherë fillojmë diskutimin me paraqitjen e aktit nga zonja Ministre. Zonja Ibrahimaj, keni fjalën pa kufizim.
E nderuar zonja nën kryetare e Kuvendit, të nderuar deputet, të dashur qytetarë, është kënaqësi për mua që sot vi përpara jush për të prezantuar marrëveshjen ndërqeveritare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Italisë. Kjo është një nga marrëveshjet e para që ne nënshkruajmë me një shtet antar të Bashkimit Evropian, e cila vjen në një moment në cilin ne s'kemi qenë kurrë më pranë Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht për këtë arsye, kjo marrëveshje nuk ka vetëm një domethënie politike, por ka dhe një domethënie thellësisht praktike. Na ndihmon për të bërë antar të tregut të përbashkët evropian. Marrëveshja ndërqeveritare në fakt që prezantojmë sot, që do të miratojmë sot, është një akt i cili ndërton mbi një marrëdhënie të qëndrueshme, një marrëdhënie shumë vjeçare, një marrëdhënie gati vllazërore që ne kemi me Republikën e Italisë. Italia sot është partneri ynë më i rëndësishëm ekonomik. Në Shqipëri operojnë rreth 6200 kompani italiane, ndërsa stoku i investimeve të huaja italiane në Shqipëri është 1.8 miliard euro.